Kiara Tito rrëfen momentin e vështirë. Gati kam qarë në prapasken të Portokallis sepse e ftuar në emisionin ndryshe me Salsano Rapin dhe Elona Duro në Radion Top Albania ka qenë moderatorja e njohur Kiara Tito. Në këtë intervistë të veçantë, ajo ka treguar më shumë detaje në lidhje me karrierën e saj, familjen dhe projekte që pritet të vinë shumë shpejt. Kiara u ndal gjithashtu edhe tek Portokalli dhe tregoi se cila ka qenë pjesa më e vështirë për të në fillim. Pjesa më e vështirë ka qenë në momentin para se të dilja në skenë sepse ne kemi disa dalje. Pasi nuk dalim gjithmonë nga i njëjti vend dhe kemi 2 ose 3 dalje. Këta ishim mësuar, por shpejtësia që duhet të dilje nga një cep në tjetrin. Ajo më çakordoi fare dhe desh më kapi një qar aty në prapasken sepse unë nuk po dija nga të dilja. Njëri më thoshte dil djathtas, tjetri majtas, ndërkohë duhet të kujtoja dhe tekstin. Derisa ta merrja veten dhe t'i kuptoja këto daljet, tha ajo. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.